Gjykata kushtetuese pritet të shprehet sot për kërkesën e bërë nga Ilir Meta, i cili vazhdon të jetë në paraburgim. Enkeleda Mema është në këtë lidhje të drejtë për më shumë detaje. Enkeleda, përshëndetje. Çfarë po ndodh në gjykatën kushtetuese? Përshëndetje. Përshëndetje Esmeralda, trupa gjyqësore gjykatës kushtetuese është mbledhur sot për të shqyrtuar një kërkesë të ish presidentit Ilir Metaj, një kërkesë e cila është depozituar që në korrikun e këtij viti, por duke përmbushur të gjitha procedurat për më shumë se 3 muajsh, gjykata kushtetuese do të vendosë sot kërkesën për Ilir Metaj. Ilir Metaj e ka bërë këtë kërkesë në gjykatë kushtetuese me argumentin që masa e tij arrest me burg në momentin pas arrestimit është në shkelje të kushtetues, që sipas tij nuk duhet kishte një masë arrestit me burg, për aq kohë sa nuk kishte një akuzë konkrete, por i gjithë arresti u bë vetëm në pretendime të përgjithshme. Sot trupa gjyqësore e gjykatës kushtetuese do duhet të vendosë së pari nëse do ta pranojë kërkesën e Ilir Metajt të bërë 3 muaj më parë në korrikun e këtij viti, dhe nëse do ta pranojë, cila do të jetë procedura që do të ndiqet. Do të jetë një shqyrtim i çështjes vetëm i bazën e dokumenteve, pra pa praninë e palëve të interesuara në këtë proces, që në këtë rast është SPAK dhe pala e Ilir Metajt, apo do të zhvillojë një seancë publike në një seancë ku do të jenë të përfaqësuara të gjitha palët. Sjell në vëmendje Esmeralda që pak a shumë jemi në të njëjtën ide si kërkesa që bëri para shumë kohësh ish kryeministri Sali Berisha, e cila u shqyrtua nga gjykata kushtetuese vetëm në bazën e dokumenteve, pra nuk shkuan në një seancë plenare. Kështu që pritshmëria më e madhe Esmeralda është që nëse do të pranohet kërkesa, pretendimet e Ilir Metajt që është arrestuar dhe masa e sigurisë ka qenë me arrest në burg, sipas të cilit nuk ka pasur në atë kohë një akuzë konkrete, por ka pasur vetëm pretendime të përgjithshme mbi arsyeën që e çuan atë në arrestim, mund të jetë një shqyrtim i bazë dokumenteve. Në rast se do të kemi më pas një seancë publike, mbetet për të parë nëse do të kemi të njëjtën situatë me ardhjen e kryebashkiakut në detyrë Erion Veliaj në Tiranë, nëse do të jetë edhe prezenca e Ilir Metajs në shqyrtimin e kësaj kërkese, gjithnjë nëse trupa gjyqësore vendos që të jetë një seancë publike plenare. E kuptoj. Kur pritet të ketë ndonjë vendimarrje apo do doj kohë? Por besoj Esmeralda që vendimarrja duhet jetë brenda pak orëve, sepse është një vendimarrje e cila fillimisht është shqyrtuar në këto 3 muaj nga trupa gjyqësore e gjykatës kushtetuese, pra janë njohur me aktet, me fakte dhe me gjithë dokumentacionin e gjerë që ka sjellë pala mbrojtëse e Ilir Metajt, kështu që është vetëm një vendimarrje e shpejtë, le të themi, për të përcaktuar nëse kalon, dhe nëse kalon, cila do të jetë procedura që do ndjek gjykata kushtetuese për të shqyrtuar këtë kërkesë të ish presidentit Ilir Metaj. E kuptoj. Mirë, të falenderoj Enkeleda, besoj do të kemi lidhje të tjera së bashku nëse do të ketë zhvillime të tjera, ndërkohë që për pak çaste do të kemi një tjetër lidhje me kolegen Eksiola Sheu, pasi duket se në kryeministri Edi Rama ka mbledhur në këto momente drejtuesit socialist të grupeve, të komisioneve parlamentare, ndërkohë që në parlament ka mbritur edhe projekt buxheti i shtetit, nuk dihet se cila është arsyeja që zoti Rama i ka mbledhur drejtuesit e komisioneve parlamentare, pra drejtuesit socialist të tyre, në takim siç bën me dije kolegja Eksiola Sheu, është edhe kreu i kuvendit Niko Peleshi, e kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla. Ndoshta do të kemi mundësi pak më vonë të mësojmë më shumë lidhur me atë se çfarë po diskutohet dhe cilat kanë qenë arsyet që zoti Rama ka mbledhur ditën e sotme drejtuesit socialist të kuvendit, ndërkohë që pak më parë ne pam që zoti Rama mori në dorëzim dhe progres raportin e Komisionit Evropian për Shqipërinë.